Horoskopi ditor, 18 mars. Mesazhet që mund të ndryshojnë ritmin e ditës. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme. Dhe ka ditë kur një ndjenjë e brendshme të thotë se diçka po ndryshon. 18 marsi sjell pikërisht këtë energji. Disa vendime të vogla, disa fjalë të thëna në momentin e duhur dhe disa sinjale që universi i dërgon në mënyrë të heshtur. Sot nuk është vetëm një ditë e zakonshme në kalendar. Për disa shenja mund të jetë moment reflektimi, për disa një mundësi e re, ndërsa për të tjerët një paralajmërim që duhet dëgjuar me kujdes. Le të shohim se çfarë mesazhi sjell kjo ditë për secilën shenjë. Dashi. Dita e sotme mund të vendosë përpara një situate që kërkon vendim të shpejtë. Në fillim mund të duket si diçka e vogël, por ndikimi i saj mund të jetë më i madh nga sa mendon. Dikush rreth teje mund të kërkojë mendimin tënd ose mbështetjen tënde, dhe mënyra si reagojnë fjalët e tua do të ketë rëndësi. Në aspektin profesional mund të shfaqet një ide që ja vlen të merret seriozisht. Mos e anashkalo vetëm sepse duket e papritur. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes sot, sidomos në vendime impulsive. Në jetën personale, energjia e sotme të shtyn të reflektosh mbi disa zgjedhje që ke bërë kohët e fundit. Nëse ndjen nevojën të ndryshosh drejtim në diçka, kjo është dita e duhur për të menduar seriozisht. Demi. 18 marsi sjell një energji më të qetë, por jo më pak të rëndësishme. Ndonjëherë ndryshimet nuk vijnë me shurmë, por me një ndjenjë të brendshme që të shtyn të shohësh gjërat ndryshe. Sot mund të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në punë, një bisedë ose një informacion i ri mund të hapë një perspektivë interesante për të ardhmen. Mos nxito të reagosh menjëherë, merr kohën për të analizuar situatën. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Në aspektin emocional, kjo është një ditë që të fton të jesh më i sinqert me veten. Disa gjëra që i ke lënë pas dore mund të kërkojnë vëmendjen tënde tani. Dëgjoj instinktin tënd. Binjakët. Energjia e sotme për ty lidhet me komunikimin dhe informacionin. Mund të marrësh një mesazh, një telefonat ose një lajm që të bën të mendosh më thellë për një situatë aktuale. Në punë, fleksibiliteti do të jetë çelësi. Një ndryshim i vogël në plan mund të kërkojë përshtatje të shpejtë. Mos e shiko si pengesë, në fakt mund të jetë një mundësi për të treguar aftësitë tua. Financat kërkojnë organizim më të mirë, sidomos nëse ke disa shpenzime të planifikuara për ditët në vijim. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën të flasësh hapur për diçka që të ka shqetësuar kohët e fundit. Ndonjëherë një bisedë e sinqert është gjithçka që duhet për të ndryshuar atmosferën. Daforia. Sot mund të ndjesh një lidhje më të fortë me intuitën tënde. Ka momente kur logjika nuk është e mjaftueshme dhe duhet të dëgjosh atë ndjenjen e brendshme që të udhëzon. 18 marsi është një nga ato ditë. Në punë, një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të marrë formë. Dikush mund të vlerësojë përpjekjet e tua ose të japë një përgjegjësi të re. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos në lidhje me shpenzimet spontane. Në jetën personale, kjo është një ditë që të fton të kujdesesh më shumë për ekuilibrin emocional. Merr kohë për veten, për reflektim dhe për të kuptuar se cilat gjëra janë vërtet të rëndësishme për ty. Luani. Energjia e ditës së sotme mund të vendosë në qendër të vëmendjes në një mënyrë ose në një tjetër. Mund të jetë një projekt, një ide ose një situatë ku pritet të marrësh iniciativë. Në punë, besimi në vetvete do të luajë rol të madh. Nëse ka diçka që ke dashur ta provosh ose ta propozoj, sot mund të jetë momenti i duhur për ta bërë. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por duhet të shmangësh vendimet e nxituara. Në aspektin personal, mund të ndjesh nevojën të sqarosh një situatë që ka mbetur pezull. Një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi dhe të ndryshojë mënyrën si e sheh një marrëdhënie. Virgjëresha. Sot mund të ndjesh një nevojë më të madhe për organizim dhe qartësi. Ka disa gjëra që mund të kërkojnë rregullim ose planifikim më të mirë. Në punë, një detaj që të tjerët mund ta kenë anashkaluar mund të dalë në pa dhe të tregojë vlerën e përqendrimit tënd.
Mos hezito të ndash idetë tua. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, sidomos nëse po mendon për një shpenzim më të madh. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën të vendosësh disa kufi të qartë. Jo çdo gjë duhet të mbajë mbi supe. Ndonjëherë është e rëndësishme të thuash jo për të ruajtur ekuilibrin tënd. Peshorja. 18 marsi mund të sjellë një situatë që kërkon ekuilibër dhe diplomaci. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde ose ndërmjetësimin tënd në një çështje. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të jetë shumë i rëndësishëm sot. Një ide që lind nga diskutimi mund të ketë potencial të madh në të ardhmen. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh vendimet e nxituara. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën të rivendosësh harmoninë në një marrëdhënie. Një gest i vogël ose një fjalë e sinqertë mund të bëjë më shumë ndryshim nga sa mendon. Akrepi. Sot mund të ndjesh një intensitet emocional më të madh se zakonisht. Kjo nuk është domosdoshmërisht negative, përkundrazi mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë disa situata. Në punë, një mundësi ose një ide e re mund të shfaqet papritur. Është e rëndësishme të jesh i hapur ndaj ndryshimeve dhe të mos mbetesh i lidhur me mënyrat e vjetra. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll sot. Në jetën personale, një bisedë e thellë me dikë të afërt mund të sjellë një ndjenjë qartësie dhe afrimi. Mos ki frikë të shprehësh mendimet e tua. Shigjetari. Energjia e ditës së sotme lidhet me perspektivën dhe planet për të ardhmen. Mund të fillosh të mendosh për një hap të ri ose për një drejtim tjetër në një projekt. Në punë, një ide që ke pasur prej kohësh mund të marrë më shumë formë. Është momenti i duhur për të bërë hapa konkret. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë dhe planifikim. Në jetën personale, një aktivitet i ri ose një takim i papritur mund të sjellë energji pozitive. Ndonjëherë ndryshimet më interesante vijnë pikërisht kur nuk i pret. Britsjapi. Sot mund të ndjesh nevojën të përqendrohesh më shumë në përgjegjësitë e tua. Ka disa gjëra që kërkojnë vëmendje dhe disiplinë. Në punë, përpjekjet e tua mund të fillojnë të japin rezultate. Dikush mund të vërejë seriozitetin dhe përkushtimin tënd. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, sidomos nëse po mendon për investime ose shpenzime të rëndësishme. Në jetën personale, kjo është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet e tua afatgjata dhe për të kuptuar nëse rruga që po ndjek është ajo që dëshiron vërtet. Ujori. Energjia e sotme të shtyn të mendosh ndryshe dhe të shohësh mundësi atje ku të tjerët shohin pengesa. Kreativiteti dhe idetë e reja mund të jenë çelësi i ditës. Në punë, një ide inovative mund të vendosë në një pozicion interesant. Mos ki frikë të ndash mendimin tënd me të tjerët. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por duhet të jesh i kujdesshëm me vendimet impulsive. Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të bësh diçka ndryshe nga rutina e zakonshme. Një ndryshim i vogël në përditshmëri mund të sjellë energji të re. Peshqit. 18 marsi mund të jetë një ditë reflektimi për ty, ka disa gjëra që mund të kërkojnë qartësi dhe vendime më të menduara. Në punë, një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të qartësohet. Mos nxito, jep kohë që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim më të mirë. Në jetën personale, kjo është një ditë që të fton të dëgjosh më shumë ndjenjat e tua dhe të kuptosh se cilat marrëdhënie të japin energji pozitive dhe cilat jo. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën mesazhi i ditës. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.